Ne vazhdojmë tuti rrjedhën e emisionit me mësafirin në studio I ftuar është ish deputeti I Kuvendit të Kosovës, ish komandanti I UÇK-s Fatmir Homolli. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zoti Homolli. Mirëmbrëma, përshëndetje. Falenderoj shumë për prezencën. Natyrisht flasim në fillim me fjalët përfundimtare të ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Cili është vlerësimi juaj për këto qëndrime, këto fjalë përmbyllëse që I patën ish-krerët të UÇK-s në Hag? Vlerësimi im personal është që secili prej të akuzuarve prej gjykatës të Hagës e kanë dhënë deklarim që përmbyll në tërësi luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ashtu siç është zhvilluar lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ashtu siç është rrit ushtria çlirimtare e Kosovës, dhe ashtu si ka përfunduar. Duke pa prej hashimit që ka qenë Mërgem, prej Jakupi që ka qenë I burgosur politik në vitet 80 dhe tutje, Regja ashtu, Kadriu ashtu. Do të thonë secili në thelbin edhe përbomjen është që ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë ushtri popullore, ushtri kombëtare, ushtri çlirimtare dhe nuk ka pas mision kundër popujve të tjerë, nuk ka pas mision kundër askuj tjetër, pos kundër pushtuesit serb. Dua të ndalem tek fjalimit së cilit veç e veç, tek ish-presidenti Hashim Thaçi, që tha që ekziston vetëm një e vërtetë sepse është I pafajshëm, kanë luftuar për liri. Po kjo është e padiskutueshme që është I pafajshëm, edhe kjo është njëjtë sikur ti që më njeh mua mirë, edhe më pyet, më thon zërre letër njoftimin, më vërtetua jon Fatmir Homolli ajo. Ashtu është edhe për Hashimin dhe për gjithë tendenca e armiqve tonë për me vërtetue se ushtria çlirimtare e Kosovës është e pastër ajo. Dhe këto kanë dashur përmes Hashim Thaçit, përmes luftës speciale që është zhvilluar kundër luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përmes luftës speciale që është zhvilluar për mos më ndërtue njësitë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përmes luftës speciale për me shti konflikt ndërshqiptar mas luftës. Dhe ndërtimi dhe shpirti luftarak I njerëzve tonë, njerëzve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, këtë luftë speciale e kanë fituar, edhe përmes këtyre deklarimeve tani në fund po jep një vule që lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë e pastër, po normal ashtu si ka qenë me pasoja për luftarët tonë ushtria çlirimtare të Kosovës, edhe këtë vule për mi treguar botës që është mbrana perëndimit është një luftë mes demokracisë dhe autokracisë mbrana Evropës, mes një politike panslaviste që është në Evropë, dhe tash kë e ka dhënë një vullet të vërtet që me ndihmua forcave demokratike në Evropë me pa të vërtetën dhe ata ku janë. Se kur të shifsh gjykimin e Jakub Krasniqit, nuk ka pas mundësi edhe në Jugosllavi me vazhdu hetime ka gjatë sa I zhvillu këtë gjykatë evropiane që Evropa po donë me na mësue me kulturën demokratike, kulturën e drejtësisë. Edhe këto vetë Jakub Krasniqi është një shembull mi pa gjyqjen serb, gjyqjen pro-serb që është edhe në Hagë. Pavarësisht që ka vulën e Kuvendit Kosovës. Se është një gjykatë unikatë në botë, nuk ka gjykatë të tillë. Mos me dhënë llogari kërkuj. Vetëm është kjo gjykatë, e ato është për arsye politike, prapa është çështje tjetër që ka ashtu siç e tha dhe Hashimi se këm kritike është e vërtetë që e kena kritikuar, e kena bërë kritika për arsye se nuk ka të drejtë kërkush me lumë fatin e Kosovës. Këto fjalë përfundimtare ishin edhe me plot emocione apo jo? Zoti Homolli, jo kur e përcillit sot këtë seancë I riktheu diçka në mendje? Po, është normale që vojtjet e njerëzve janë në gjallën emocionet e secili, pavarësisht kush do që është. Unë I njoh në kuptimin që këta janë luftarë, edhe luftari ka emocione, edhe luftari mos me pas emocione, ai nuk e ka pushkën me luftuar kundër pushtuesit. Është e natyrshme emocionet, por duhet të kuptuar që janë shumë të natyrshme, por duhet të kuptuar për me pa secili qytetar në kuptimin pozitiv që në emocion është I shëndosh më kultivu edhe
masat popullore. Deklarimi i Recep Selimit që tha që historia s'mund të rishkruhet në një sallë gjyqi. Po, kjo është sakt që s'ka mundësi, pavarësisht për tendencës për me bën një histori të ushtrisë lirimtare të Kosovës, nuk ka mundësi. Edhe këto nuk ka mundësi, dëshmia më e mirë është protesta gjithë popullore e djeshme në Prishtinë. Nëse me festue, populli jonë doli protestoj, me tregu krejt botës që ushtria lirimtare e Kosovës është e popullit tonë, e njerëzve tonë, nuk është e partive politike, nuk është edhe deputetëve që kanë mujtë me quë gisht për gjykatë speciale, po është e kombit tonë. A do të ketë ndonjë efekt ky marsh protestues që u mbajt një ditë më parë, zoti Omolli, apo do të mbetet vetëm një shprehje e pakënaqësisë, kërkimit të drejtësisë e të tjera? Efekti për arsye politik është efekt që do të ndikon të forca demokratika mbrana bashkisë ndërkombëtare, për arsye se i ka sikur lufta ushtrisë lirimtare e Kosovës që forcave demokratike i kanë ndihmuar me konë më të fuqishëm se forcat regresive, edhe mbrana NATO-s, edhe mbrana Bashkimit Evropian, edhe mbrana strukturave më të mëdha ndërkombëtare, forcat demokratike na e kanë dhënë shkasin përmes luftës që më mujt ato forca regresive mbrana strukturave ndërkombëtare. Edhe kjo protestë e popullit i ndihmon forcave progresive mbrana bashkisë ndërkombëtare për me dalë fitimtar kundër forcave regresive që janë në Evropë dhe NATO. Tash është detyra e institucioneve tona, shtetit shqiptar dhe shtetit Kosovës, këtë shpërthim të masës me tregue çdo institucioni që nuk ka të drejtë me luajtur me fatin tonë. Dhe ai marsh protestues i bashkoi skenën politike apo jo, zoti Omolli, ato ishte presidenti Vjosa Osmani, u përkrah edhe nga eksponentë ndryshëm të vendosjes, a e unifikoi skenën politike UÇK-ja? Po, skena politike është normale me pas kundërthonje mes veti, po nuk kanë kundërthonje armiqësore, kanë kundërthonje pikpamje të ndryshme. Dhe duhet të kuptuar që demokracia është e tillë, po nuk duhet me ndërtuar vizionin për shkak kundërthonjeve me kaluar në pozitë armiqësore. Kundërthonje politike ka pas edhe Recep Selimi me Hashim Thaçi, një konstruktura ndryshme, po atje janë goditë të dytë. Kur të goditet ky grup që është godit, po goditet krejt ushtria lirimtare e Kosovës. Ne sot e kem po që ushtria lirimtare e Kosovës është një vlerë kombëtare. E kem po që në tëna partitë politike, që latë kanë pas kandidat për kuvendin e Kosovës, zgjedhjet e fundit, secila parti ka pas luftar të ushtrisë lirimtare të Kosovës kandidat. Dhe me thonë, tash vlera UÇK-s është vlerë tëna partive, nuk ka mundësi asnjë parti politike me marë si pronë vetën. Dhe me thonë, UÇK-ja, pavarësisht tendenca varmiqësore, pavarësisht luftës speciale për me nashtin konflikt mes veti, nuk ka rritë. Me thonë, populli jonë i ka kaluar këtu. U komentua shumë pjesëmarrja e presidentes Vjosa Osmani se po e bën atë për përfitime, për provojna politik, për mandatin e dytë si presidenti. Po kjo është fëminore tendenca për me sulmu, me godit. Ata që si besojnë vetë vetës, ata besojnë, nuk i besojnë askujna. Vjosa Osmani ka dalë si qytetare me protestu, nuk u dalë si presidente. Si presidente tash shifet veprimet që do t'i bën përputhje me misionin që ja ka dhënë masa. Kjo mas i ka dhënë një mision, edhe qeverisë Kosovës, edhe kuvendit Kosovës, edhe presidentit Shqipërisë, edhe presidentes të Kosovës, edhe institucionet të Republikës Shqipërisë, se lobi panslavist është në luft me kombin shqiptar, nuk është në luft as me Hashim Thaçin, as me Kadri Veselin, po është në luft me krejt kombin tonë. Atëherë na duhet përballë këtij sulmi që është kundër kombit tonë, duhet me konë unik, me gjetë rrugën si me i zgjedh këtë probleme, mi bot pa fuqishëm armiqtonë përballë nesh. Ndërkohë, zëvendës kryeministri i parë, ministri i punëve të jashtme Glau Kunjufca, ishte në Hag, e përcolli edhe sot seancën gjyqësore brenda pra në Hag. Çfarë ishte kjo, zotë Kunjufca, ishte sinjal i mirë që ishte atje, sepse ka pasur kritika edhe ndaj vetëvendosjes se nuk po e përkrah
katërshën e UÇK-s? Po thëmë, lufta speciale kurrë nuk është ndalë. Ne, mrena secillit parti politike, mrena secillit subjekt politik, nuk ka mundësi me kanë sot kundër ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Edhe që është më naiv e ka po që kjo goditje gjykatës të Hagës është kundër luftës tonë, nuk është kundër Hashimit. Për shëfe, edhe ata skeptik që janë kanë, janë të e po në njërë të përditshme. Glauku është një familje patriotike, një familje që ka pas babën të burgosin politik, ka pas edhe Glauku nuk mundet me dalë jashtë kësaj fryme këti djepi që është i ndërtu. Më thonë, kemë shumë deputet ose pavarësisht e muj me pas qasjet ndryshme edhe veprimet gabume, që shpesher këtu veprimet gabume e kanë fuqizuar këtë luftë speciale kundër nesh. Janë veprimet gabume, po nuk muj me quajtë veprime armiqësore të qëllimshme. Këta është veprimin e gabuar në një partie politike ose veprimin e gabuar që është votuar gjykata speciale, ajo është veprimi i gabuar për shkak se si kanë pa tonë elemente, tonë faktorë që ndikojnë në rrjedhjen e procesit. A ishte gabim? U ka gabim historik, pavarësisht që u ka gabim historik, po qëndrueshmëria, vendosmëria edhe e popullit tonë, po të njëjtën kohë edhe këtyre që kanë qëndruar në atë kuptimin të nivelit me dinitet atje, e ka bërë që me dështuar ata që kanë investuar për me na kompromitu. Dhe zyra e prokurorit e specializuar në Hagë, katërshën e UÇK-s e cilëson si ndërmarrje të përbashkët kriminale, ka kërkuar burgim me 180 vite. Zoti Homolli, këtë kërkesë që parashtrej prokuroria? Për mua nuk çopesh sa vite i japin. Për mua është kanë anti-shqiptare, anti-UÇK, burgosja e tyre. Mu burgos njerëz pa pas materiale, njëri kanë burgos, tanaj kanë mbledh dosje kundër tyre. Ku ka ndaj vend diktatoriale, ku do në botë, këto nuk ndodhin. Kjo veç kjo gjykatë që është e ndërtuar me qëllim për me pështruar kombin tonë. Nuk është ndërtuar për drejtësi. Tash veç ata naivët besojnë në drejtësinë e saj. Unë nuk i besoj kësaj. Unë kam pa me Salim Mustafën, pa asnjë fakt është dënu. Nuk kanë fakte për vrasje, e kanë dënu për vrasje. Pse se kanë mbrojt njërin që ka vrasë Serbia? Po neve ne kanë vrarë me mija njerëz edhe s'kena mujt me mbrojt. E tash është dënu Salim Mustafa, pa e tash me prit kësaj gjykate, drejtësi është naive. Unë e shoh veç këtë presioni i masës ka me detyruar faktorët ndërkombëtar progresiv me ia dhënë vendin e merituar faktorëve regresiv në Evropë. Ju e shihni, për shembull, ushtria serbe ka vrarë njerëz të vet për me na lënë fajin neve si UÇK. Ushtria serbe ka vrarë shqiptar për me lënë me shti konflikt mes shqiptarëve. Ka vrarë edhe gjatë luftës edhe mas luftës. Ushtria ose shërbimi serb dashte mi vrarë Dik Martin, po shpëtoi për shkak se ka shtet organizuar, ka informacione shteti zvicran, dashte mi vrarë Dik Martin për me lënë fajin. E tash kjo gjykatë, kjo Evropë demokratike, mos me pa kush është Serbia, kjo është dobësia jonja. Mirë po, pavarësisht për kësajna, 30 deputetë sa të zvicran shkuani treguan gjykatës speciale që nuk jeni në rregull. Kjo gjykatë mohat me taksa këty në shteteve evropiane. Dhe çfarë presni pra me shpalljen e aktgjykimit, zoti Homolli po thonë që nuk i besoni gjykatës, por pritet e joja. Po unë jam skeptik për arsye se duhet mi pa punën konkrete të institucioneve tona. Qëse institucionet tona nuk e materializojnë protestën qytetare, atëherë armiqtë tonë janë të organizuar, ata punojnë në mënyrë sistematike. Ne vazhdimisht, për fatkeq për shembull, edhe lufta e ushtrisë qëllimtare nuk na ka gjetë me sistem të organizuar kundër Serbisë. Gjithmonë po duhet populli me shpërthye 5 poshtmi për me tanaj këta shtetet evropiane me thonë çka u bë. Me thonë, lufta jonë ka filluar janar 98-s, t'jesh i bindur që lëkëç ky edhe që kjo si ka pas 50 vet. Po mas një muaj 2 janë konë me mija vullnetarë. E tash ky grup i vogël ushtarëve të QK-s u konë në përpjekje me fut, mi kanalizue energjinë e kësaj popullate në luftë kundër përshtuesit serb. E tash ardhja e Hashimit, ardhja e Kadris,
kanë ardhur plot për mërgatës, na jena kanë këtu. Edhe kena arrit me kanalizu që mos më ardhën shprehje tek konfliktet e mbrëmshme, që ka pas konfliktet njerëz mbrana lagjeve, që i kanë nxit udba me vrad me zveti. E tash udba i ka shtin konflikte, tash ne mos me kalu këto probleme, se na që kena qenë burgosën politik, ne kena ditë sakt Serbia që me një armë plot i vrap deri 10 vet me zveti. Me një armë të udbes. Na kena pas informacione në burg. Njerëz veç për meshtime në konflikt. E kjo natyrë e punës për me përqa popullin, lufta speciale tina, na që kena punu kundër Serbisë, ne e kena njoftë, e dim. Jo rastësisht është falja e gjasjeve që është bën. Por a presni aktgjykim lirues pra, për i shkrerë të UÇK-s na? Unë shpresoj për me i liru, për arsye se jënë do procese ndërkombëtare, raport me këto shpenzime të kota që i ka bë Bashkimi Evropian, shtetet evropiane, në këtë gjykat janë shpenzime të kota. Politika amerikane është ma pragmatike, ma praktike, që ka mundësi me ndiku seriozisht që forcat demokratike me fitue mbrana shtetet evropiane. Po me prit prej atyne njerëzve që kanë dënuar Salih Mustafën, është naive me prit në kuptimin mrekulli. Për arsye që nuk i besoj, se unë e di në drejtësi, personi ka mundësi mi pranue një akt që i ka bo, me thonë e kom vradi kanë, po drejtësia duhet me gjetë provën materiale e ka vraja, se ka mundësi dikush e pranën prej naj presioni dikuj tjetër. E këta leret këto, po kanë pagu dëshmitar kundër, me thonë kanë pagu me shpif. E tash çfarë mundesh me prit për kësaj? Gjykata e din këtu. I ka ditur, dorë gjykata me kohë me ndalu prokurorëve me kesh përdor buxhetin e Bashkimit Evropian. Në rast se eventualisht mund të ketë ndonjë aktgjykim dënues, a mund të ketë destabilizim politik në Kosovë? Unë besoj që populli jonë ka nevojë më ringjall, me pas që kjo është goditje e tinaj, nuk është goditje askuj tjetër, po është goditje e ardhmërisë kombëtar tonë. Se dënimi i katërshës është dënimi i UÇK-s, është dënim i luftës çlirimtare, është dënim i pavarësisë të Kosovës. Legjitimim i shtetit serb, i krimeve serbe që i ka bën Kosovë. E legjitimon krimin e organizuar të shtetit serb. E legjitimon që ka të drejtë dikush me pushtua dikon. Kosova ka qenë pushtune, ka pas krim, ka pas gjenocid kundër shqiptarëve, kundër tokave shqiptare. E ka një kjo politika regresive, e ka financuar shtetin serb me bë krime kundër shqiptarëve. E tash ajo njet e humbse, e tash është luftë mes forcave progresive mbrana Evropës e forcave regresive që kanë investuar në shtetin serb. Por kemi parë edhe arsëtimet që ka dhënë speciale, duke thënë që nuk po gjykohet UÇK-ja, Ushtria Çlirimtare e Kosovës, por po gjykohen individ të UÇK-s. Kjo është lojë llafësh, nëse provë konkrete për Jakub Krasniqi nuk ka, që i ka dhënë shuplak dikuj, që i ka urdhënuar dikon me bën një veprim kundër dikujna, pse mohet? Po mohet se ka qenë zëdhënës si UÇK-s. Është mohet për shkak se ka qenë i burgosur politik në kohën e Serbisë. E tash dojnë me dëshmu me lidhë se kjo kon edhe atëherë i dënuan me të drejtë për Serbisë, edhe sot për i dënojmë me drejtë që i ka luftuar Serbinë. Kem shohën Recep Selimi vazhdimisht ka qenë këndej, u kon mrena, ka dalë në Shqipëri, ka lviz, po ka qenë vazhdimisht dënohet një personalitet që ka qëndruar në Kosovë. Tash dënohet Hashimi dhe Kadria pse janë kthyer për perëndimit, s'ka nejtë në perëndim. Dhe më thonë, krejt shtresat shoqërore, këta dojnë me dënu, me qëllim që popullet tonë me thonë, jeni të gabu që përreni këtu, ikni për këtu sa më shumë. Tash që ose institucionet tona nuk reflektojnë që kjo luftë është për me bo përpjekje me zbrazë Kosovën, atëherë jo më billo që popullet ka me reflektu. Ka pasur shumë kritika edhe për provat e speciales që ka marrë nga Serbia, po ashtu edhe për dëshmit e dëshmitarëve të mbrojtjes
e mbrojtjes së ish-kryetarëve të OÇK-s, siç ka qenë Wesley Clark, James Rubin, zoti Homolli, e më pas prokuroria pretendonte, thonte që Thaçi kishte mashtruar ndërkombëtarët për luftën për rast konkrete në Kosovë. Po, kjo mas pari nuk ka mujtë me marrë prova për Serbisë, ka pas shpifje për Serbisë. Qofse për Serbisë ka marrë, duhet me provu edhe Serbia me provë konkrete që ka kanë bërë. Po këta kanë marrë shpifje për Serbisë, një prokuror amateur e dallon shpifjen prej provës. Po kur është me qëllim politik, ti nuk mund është, ai mo nuk i shef shpifje, po i shef prova. Më thonë, dëshmitarët të paguam. Ku kanë botë dëshmitarë që paguhet për me tregue që ka vujt. A i menzi spret, për shumë një njërë që ka pas të lashe, a i menzi spret me shku me dëshmue, këta i kanë pagu. E tash me prit prej kësaj prokurorie, prej këti gjyqësori, është jo korrekte, unë pres për institucionet tona me kanë shumë atë përgjeshme. Çfarë mund bëjnë institucionet e Kosovës? Po, Kuvendi i Kosovës ka mundësi me marrë masa me që bëhë këtë gjykatë. E ka meratuar një rezolut. Po, rezoluta është Sa përsye faqe? Sa përsye faqe. Institucionet tona, edhe të Kosovës, e Shqipërisë, është dashur me bëjë veprime të tjera. Është dashur me bëjë veprime me ndërgjegjësue deputet e këtë shteteve evropiane që paguajnë për këtë gjykatë. Një mërgate jone, organizuane, ndërgjeshme, kanë ndikuar te deputetët në kuvendet e Zvicrës, sikur kish punuar në mënyrë institucionale shteti i Kosovës e Shqipërisë, jo me bindur që 90% deputetëve të Evropës kishin bo protest të shtetit e veta, jo me shku me bo protest të gjykata e Hagës. Po ishtë dashtë me bo protest të institucione i vetë, me thonë, për çka ti harxhon parën tonë, kuldër një popullit tonë. Ndërkohë, reagimit e kryeministit shqiptar Edi Rama për këtë proces gjyqësor, ndër të tjera edhe për deklaratën që dha në Prishtinë se presidenti Vjosa Osmani ka qenë kërcënuar për 2 vite rresht që nuk i ka lejuar që të mirën prova pikërisht në presidencën e Kosovës. Unë nuk kem dakord me lujt me emocione, me pregadit emocionet njerëzve për me tregu që është dikushtrim. Unë, si të është president, si Vjosa, si cili do, presidenti është trim, nuk është mo fregacak. E është kushtetuta që duhet me, e ka obligimin mbrojt kushtetutën lidhshmëri. Dhe thonë, nuk diskutohet, të ne ato variante janë, po duhet me ndërtu institucionin, në mënyrë shumë të vendosë që mos me guxu dikush me ardhë, vetë kërkesa me bo, në më thonë të regon që diçka ka vlerësu që mos ka mundësi me hecë. Se ka vlerësu për shumë të Vjosa ka folë politikisht kundër Hashimit, edhe unë kam folë politikisht kundër Hashimit. Ta sharme që tonë kanë besu që ta Vjosa ka mundësi me konë armësisht kundër Hashimit. A ka pas kundërthoni politike me Hashimin. Ka edhe sot kundërthoni politike. E tash është kjo lufta speciale. Por është interpretuar edhe si favor që ja bëri zonjës Osmani. Edi Rama për një mandat të dytë. Jo, i tregoj kuptimin që luftën speciale që është mrena gjykatës speciale kundër institucione. Të tregoj që kanë tentuar me pështruar një institucion të Kosovës. Kanë tentu. Tash kur ka qëndrueshmëri si duhet, atëherë ti bëni veprimet korrekte, jenë rregull. Nuk ka mundësi. Po nuk mjafton veç me mbrojt një pozicion. Na shteti i Kosovës, qeveria e Kosovës, kushtetuta e Kosovës, presidenti ka obligimin mbrojt krejt institucionet, krejt popullin tonë. Asnjë qytetar nuk duhet më një i pambrojtun. Në këtë rast, kjo katërshe, pos që janë si individ, këtu është i sulmu krejt kombejon. Në mënyrë automatike duhet më dhezë lomat e secillit për me mbrojt këtë vlerë, pavarësisht kush është. Po, a presni që ato dëshmitarëve të mbrojtjes të jenë përcaktuese, zotë Homolli, në veçanti, pra të Wesley Clarkit, James Rubinit e të tjerë? Po, angazhimi i njerëzve përgjes që i kanë pa shumë mirë luftën e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, e kanë pa shumë mirë Serbin, janë dhezje lomave këtyre forcave demokratike.
Edhe tash në qoftë se ne nuk punojmë mirë, ata janë angazhu, po ne nuk kena mundësi me pritash mirë veç prej tyne. Duhet me koordinu me deklarimet e tyne me institucionet tona. Tash, prezenca e Glaukut është një sinjal i mirë. Prezenca e presidentit Shqipërisë, presidentja e Kosovës, në masën tonë, ardhja e kryeministit Shqipërisë në Kosovë, është një mesazh te ata gjithë që s'ja dojnë të mirën shqiptarëve, që mos bëni hajgare me neve. Të ka marrë fund që ka mundësi dikush me lujt me kombin tonë. Ka marrë fund me luftën e ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, ka marrë fund. Pavarësisht kjo lufta speciale që na dobëson hapa në momentit, po nuk kanë guxim me lujt skeshmërisht që kanë lujt. E këto janë ato, si me thonë, kërhamat e fundit të armiqve tonë. Sepse UÇK-ja edhe në fjalimin e ish-krerëve të UÇK-s pam që theksuan që UÇK-ja ishte aleate pikrisht e NATO-s, e Amerikës dhe s'ka të bëjë këtu asgjë me ndërmarrjet e përbashkët kriminale. UÇK-ja ka qenë institucion politiko ushtarak çlirimtar. Edhe faktor ndërkombëtar, NATO-ja e ka gjetë vetmin aleat në Kosovë për me shmangli luftë ballkanike botnore ka intervenu. Mendimin e UÇK-s ju ka qelë rruga që mos me kaluat të një luftë për masave tjera. Se sikur të kishte vazhduar lufta, pavarësisht do naiv politik që besojnë që ushtria qlirimtare e Kosovës e ka pas vështirë pa NATO-n mos çliru, ti je i bindur që ushtria qlirimtare e Kosovës, ashtu siç është konë në rritje, shumë shpejt ishëm çliru. Është shumë normal që do të kishte pasoja më të mëdha. Edhe na duhet me vlerësu intervenimin e NATO-s që janë pasojat më të vogla, po jo me flajt politikisht, jo me mashtru politikisht. Intervenimi i NATO-s u bë për interesat e NATO-s. Edhe interesat e NATO-s janë përputh me interesin e Kosovës. Sikur ti shkon aleat me neve, nuk na kish çarmatos. Na ka çarmatos për shkak se mbrana NATO-s është që ky krohu regresiv mbrana NATO-s edhe krohu demokrat mbrana NATO-s. E tash, dobësia politike jone ka bërë që UÇK-ja mu çarmatos pe NATO-s. Edhe NATO-ja nuk e çarmatos një aleat vetin. Angazhimi i popullit tonë, protestat e 2004-s, angazhimi i qytetarëve e ka bërë mu shpall pavarësia, edhe mu shpallja pavarësisë i ka kriju bazat për me pas një aleancë me forcat progresive botnore. Zoti Mollit, nësi të kisha në studio, të falenderoj shumë për prezencë. Në rrugë kufshi, falënderit shumë.